Miliarderi shqiptar me origjinë nga Tropoja i njohur në qarqe ndërkombëtare për aktivitetin e tij në biznesin e mineraleve dhe i vendosur prej vitesh në New York, Sahit Muja, ka nxitur reagime mediatike ditët e fundit përmes një postimi të gjatë në Facebook. Në këtë postim ai thekson krenarin për shërbimin e djalit të tij në ushtrinë amerikane, duke lënë të nënkuptohet se i biri ka qenë pjesë e operacionit të fundit ushtarak që çoi në arrestimin e presidentit venezuelian Nicolas Maduro. Maduro u kap gjatë një operacioni të ushtrisë amerikane në Caracas dhe u soll në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza federale, ngjarje që ka tronditur politikën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet diplomatike përtej kufive të Amerikës Latine. Më 3 janar 2026, forcat speciale amerikane kryen një operacion ushtarak të koduar që rezultoi me arrestimin e presidentit të Venezuelës dhe transferimin e tij në New York, ku u shfaq para një gjykate federale ditën e sotme. Maduro dhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, u paraqitën në një seancë gjyqësore në New York, ku u njohën me akuza për narkoterrorizëm dhe trafikim droge, ndërsa vetë Maduro deklaroi se është ende presidenti i Venezuelës dhe i kundërshtoi akuzat. Ky aksion ushtarak ka përfshirë një sër sulmesh në ndërhyrjes të koordinuara përfshirë përdorimin e avionëve dhe forcave speciale për të neutralizuar strukturat ushtarake në Caracas dhe për të kapur udhëheqësin venezuelian. Operacioni është komentuar gjerësisht në media ndërkombëtare dhe ka hapur debat mbi ligjshmërinë e tij dhe ndikimin e rendit ndërkombëtar, ndërsa disa udhëheqës dhe komente politikash e kanë përshëndetur operacionin si një goditje kundër korrupsionit dhe krimit transnacional. Ka pasur edhe shqetësime të mëdha për mënyrën se si do të ndikojë arrestimi i Maduros. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe zgjidhje paqësore, duke nënvizuar rreziqet për stabilitetin rajonal. Ndërkohë në Evropë, figura të rëndësishme politike pohojnë se populli venezuelian meriton të vendosë për fatet e veta në një proces demokratik dhe pa ndërhyrje të jashtme. Sa kaq, në një postim të gjatë në Facebook, Sahit Muja, miliarderi shqiptar që jeton dhe punon në New York, ka shprehur krenarinë e tij për djalin që shërben në ushtrinë amerikane dhe ka bërë referenca të qarta ndaj situatës në Venezuelë. Ai shkruan: "Jam jashtëzakonisht krenar që djali im i lindur në New York shërben në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qëndruar me guxim, disiplinë dhe përkushtim të palëkundur në mbrojtje të lirisë. Shërbimi i tij është një dritë shprese." Muja thekson se shërbimi i të birit është një dritë shprese dhe një shembull i sakrificave që individët zakonshëm mund të bëjnë për sigurinë e kombit dhe të botës. Ai falenderon ushtrinë amerikane për rolin e saj në mbrojtjen e Amerikës dhe promovimin e drejtësisë në mbar botën. Në postim, ai gjithashtu komentoi gjendjen në Venezuelë, duke cilësuar regjimet shtypse të korruptuara dhe duke rikujtuar se dëshira për liri dhe drejtësi është më e fortë se çdo diktaturë. Ndërsa Muja nuk përmend drejt për drejt emrin e operacionit apo detaje specifike ushtarake, frazat e tij sugjerojnë mundësinë që i biri të ketë qenë mes atyre që morën pjesë në një mision me profil të lartë, duke lënë të kuptohet se ai ka qenë i përfshirë në një nga operacionet më të bujshme të viteve të fundit, arrestimin e Nicolas Maduro.